Tregu i automjeteve në vend po shënon një rritje të ndjeshme duke reflektuar dinamika pozitive në sektorin e transportit dhe konsumin e brendshëm. Sipas të dhënave zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar për herë të parë 89.654 mjete, një rritje prej 94% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Nga totali i mjeteve të regjistruara, rreth 73.000 janë autovetura, të cilat përbëjnë 81.5% të tregut, duke konfirmuar dominimin e këtij segmenti në strukturën e flotës rrugore. Kryesimin e regjistrimeve e mban Republika e Koreas me 21.4% të totalit të mjeteve të regjistruara. Italia dhe Gjermania renditen përkatësisht me 15.4% dhe 15.6%, duke dëshmuar se prodhuesit europian vazhdojnë të mbajnë një pozicion të fortë në treg. Rritje të dukshme paraqet edhe prania e mjeteve me origjinë nga Kina, e cila zë 9.1% të regjistrimeve, ndërsa Zvicra përfaqësohet me 8.4%. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasojnë me 8%, duke ruajtur një pjesë të qëndrueshme të tregut.